Prishtina u kthye në një piktakim të rëndësishëm të profesionistëve të shëndetësisë, ku ekspert nga vendi dhe rajoni u bën bashkë në konferencën ndërkombëtare të shkencave mjekësore. Për 2 ditë me radhë, më 10 dhe 19 prill, kjo ngjarje solli në fokus zhvillimet më të fundit në mjekësi, nga avancimet në kirurgji deri te roli gjithnjëra në rritje i inteligjencës artificiale në shërbimet shëndetësore. Konferenca u hap me një interpretim nga Kori i Mjekëve Lira, përmes të cilit u vlerësua kontributi i mantelbardhëve. Ngjarja nisi me disa fjalë rasti nga të ftuarit special. Përshëndetje të gjithë pjesëmarrësit e tjerë, është një konferencë që bëhet 3 herë me ndonjë një vit e gjys, kur institucionet ka herë zgjetojnë, një herë në 2 vjet me organizu konferenca ndërkombëtare, kjo organizohet 3-4 herë me një vit e gjys. Edhe mund të ta pranoj që me shumë sukses, edhe organizimi, edhe pjesëmarrësit janë jashtëzakonisht shumë të zgjedhur dhe kjo organizohet për jetak. Në një kohë kur sistemi shëndetësor përballet me sfida, gjithnjë më komplekse, çështja multidisciplinare dhe bashkëpunimi interinstitucional janë thelbësor për të siguruar avancimin të qëndrueshëm dhe cilësor në mjekësi dhe shëndetin. Diskutimet prekën gjithashtu sfidat e sëmundjeve kronike, rëndësinë e shëndetit mendor dhe qasjet më të reja në diagnostikim e trajtim. Në këtë konferencë do të diskutohet për sëmundje, lëndime, si edhe nga gjendjet aksidentale. Në këtë konferencë begatojnë pjesëmarrja domethënë nga Bosna Hercegovina, nga Zvicra, po ashtu edhe nga Gjermania, Maqedonia, Shqipëria. Në këtë konferencë, qëllimi kryesor i kësaj konferencë është që të paktën të bëhet harmonizimi dhe standardizimi i protokolleve udhëzuese në gjitha hapësirat shqiptare. Në një ambient të mbushur me ekspert, konferenca u cilësua si një platformë domosdoshme për shkëmbim përvojësh dhe avancim profesional, vlerësim ky që u theksua edhe nga Oda e Infermierëve të Kosovës. Të gjithë infermierët, mamit dhe profesionistët tjerë shëndetësor kanë mundësinë që të avancohen, që të ngrisin aftësitë e tyre profesionale, të solidarizohen dhe të njohen edhe me kolegët vendor, po dhe jashtë vendit, që është një rëndësi e veçantë. Përveç kësaj, ata kanë mundësi që të shfaqin edhe punimet e tyre hulumtuese, të ndajnë mendime profesionale dhe të arrijnë qëllimet cilat ata i synojnë pra për shërbimet sa më cilësore në sistemin shëndetësor. Në shenjë respekti, kontributi i mantelbardhëve u ndërrua edhe përmes ndarjes së mirënjohjeve. Për shumë pjesëmarrës, kjo konferencë tashmë është bërë pjesë e zakonshme e agjendës së tyre profesionale. Për mua është radha e 3 që marr pjesë në këtë konferencë ndërkombëtare shkencore në Prishtinë dhe nëse jap një konkluzion për konferencat paraprake, vlerësoj shumë kontributet të gjithë ligjëruesve, edhe unë nga Maqedonia jam në cilësinë e ligjëruesit në këtë konferencë të tretë shkencore për mua dhe shpresoj dhe uroj që kjo konferencë të dalë sa më e frikshme dhe me tema shumë të rëndësishme për trajtimet e vazhdueshme mjekësor. Unë jam shumë e lumtur që jam pjesë përfaqësuese e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor nga Tirana dhe jam hera 3 që marr pjesë dhe e ftuar nga bashkëpunëtorët dhe nga Oda e Infermierëve të Kosovës. Ne duam të kemi një bashkëpunim dhe një shpërndarje që të sjellim gjithë eksperiencën tonë në pjesën e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në shkolla. Domethënë, që nga klasat e para deri në vitin e fundit të gjimnazit.
të cilët ne krijojmë bashkëpunime që edhe kjo eksperiencë të shpërndahet në Kosovë. Ndonse ishte hera e parë e saj në këtë konferencë, për ligjëruesen Amina Zorlak Qafqiq, kjo pjesëmarrje ishte një përvojë e veçantë. Kjo është në fakt hera ime e dytë në Kosovë, në Prishtinë, por hera e parë në një konferencë të tillë. Sot, do të jem në rolin e ligjërueses, ku do të prezantoj një rast nga fusha e mjekësisë ligjore, pasi që kjo është ajo që merrem në Sarajevo. Tema ime do të trajtoj vdekjen e papritur, si me origjinë kardiake ashtu edhe jo kardiake, edhe pse bëhet fjalë për një temë që i përket mjekësisë ligjore. Unë besoj se ajo ka një rëndësi të madhe edhe për shëndetin publik, jo vetëm për vendin tim, por në mbar botën. Organizatori i konferencës, Basri Lenjani, e sheh këtë ngjarje si një mundësi që hap dyar për informim dhe rrjedhim, veçanërisht për profesionistët e rinj të fushës së shëndetësisë. A keni diçka më shtuar në mesazh ose diçka? Në mesazhi im është që për gjithë profesionistët e kujdesit shëndetësor, ideja është e takimeve profesionale që sa më tepër të kemi profesionistë të rinj, të cilët janë të domosdoshëm për veten e tyre, por edhe për shoqërinë tonë. Përmes takimeve profesionale mund të arrijmë një bashkëpunim ndërsjellë që mund të jetë edhe përfitues në mes institucioneve, domethënë vendore dhe ndërkombëtare. Edhe në muajt e ardhshëm, kjo konferencë do të mbetet një pikë referimi për profesionistët shëndetësor, të cilët do të kenë mundësi të njihen me zhvillimet më të reja dhe të forcojnë bashkëpunimin ndërmjet tyre. Familja jon është sponsor medial i kësaj konference.